Të nderuar miq, përshëndetje. Po fillojmë me misionin e radhës këtu në DTV me okultin dhe kryesisht me temat të cilat kanë të bëjnë me gjeopolitikën. Sonte pra jemi me një temë jashtëzakonisht interesante, gjeopolitikë me Lutfi Bilalin. Tema sotshme do jetë dhe ka të bëjë me gjeopolitikën shqiptare 1912-1920 dhe në kas një ngjarje jashtëzakonisht që është të veçuar në historinë e kombit tonë, rrëthimi i Shkodrës nga trupat malazeze dhe serbe. Duke filluar nga se kemi kuptohet me shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë në Vlorë më 28 nëntor të vitit 1912, krijohet vetësia dhe arrihet që Shqipëria të bëhet e pavarur, por fatkeqësisht me cungim të theksuar dhe të madh të territoreve të cilat mund të thuhet që një pjesë bukur e madhe, ose mund të themi parafërsisht 2/3 e territoreve ku jeton një shqiptarët betet jashtë Shqipërisë, e cila vulloset pastaj në konferencën e ambasadorëve në Londër në vitin 1913. Por çka është e rëndësishme për gjeopolitikën? Mendoj që në këtë kohë influenca, balansat dhe apetitet e vendeve fqinje ishin në unison të bashkuar për të grabitur territoret shqiptare. Dhe kjo lënë një përshtypje me të cilën është ballafaqsuar një kohë që nga kjo periudhë me largimin e perandorisë osmane, krijohen aleanca ballkanike, kemi luftën e parë ballkanike në 1912, pastaj luftën e dytë që është parafërsisht në distancë kohore fillon me 1913, një aleancë jashtëzakonisht interesante kur këto aleanca ballkanike të vendeve fqinje arrin që të kenë mosmarrëveshje dhe luftra, sidomos koalicioni serbo-grek, po dhe rumun kundër Bullgarisë. Në këtë kohë edhe pjesa mbetur e perandorisë osmane kuptohet që në luftën e dytë ballkanike merr territoret të Bullgarisë. Rikthen, mund të them, banë në sundimin e vet, që pastaj trashëgohet nga krijimi i Republikës së Turqisë asaj kohe me Kemal Ataturkun, që de facto janë edhe kufit të sotshëm. Por është një moment jashtëzakonisht interesant dhe krucial për Shqipërinë ta quajë në kufit londinez të asaj kohe, se si arriti me një influencë, mund të thamë, të fuqive të asaj kohe, që të mbrohet dhe të ruhet Shkodra. Do thot, para shpalljes së pavarësisë, kemi mësyme dhe ku i shpallin luftë perandorisë osmane, Serbia dhe Malizi. Por Malizi kishte në shënjestër Shkodrën. Bashkarisht kuptohet në aleancë me Serbinë. Do thot, kjo vërsulje u bë me 28 tetor të vitit 1912 dhe kishte për qëllim aneksimin e plot të pjesës veriore me qendër Shkodrën. Pa hyrë pak më tutje, duhet të rrethasoj se kush ndikuan që Shkodra të jetë brenda kufive të Shqipërisë të asaj kohe, ku vullos me konferencën e ambasadorëve në Londër, duhet të flasim pak për
strategjin e mbrojtjes së Shkodrës. Ishte një situatë jashtëzakonisht delikate, ku Shkodra në atë kohë ende ishte garnizoni i trupave osmane, i cili udhëheqej nga Hasan Riza, një ushtarak profesionist, i lindur në Bagdad, kuptohet në vilajetin e Bagdad, ta shikuar në perandorinë osmane, i cili rreth nga një familje ushtarakësh, kishte kryer Akademinë Ushtarake në Stamboll dhe në Berlin. Do thotë ishte një kuadër që në atë kohë kishte divergjenca shumë të mëdha me John Turqit, ku ai dëshironte të krijonte një koncept të tillë që politika të jetë jashtë dikimit ushtarak. Politika do thotë jashtë dikimit të forcave ose të prorëve ushtarak. Dhe gëzonte një reputacion, ishte komandant i garnizonit osman në Shkodër, vlerësohet se dikun ishin 5.000 trupa, kishte një respekt të madh, Shkodra me specifiken e vetë të konfesionale apo religjioze, arriti që të jetë i respektueshëm edhe nga komuniteti katolik i kësaj pjese të Shqipërisë. Dhe kjo e bën të veçantë Hasan Rizën dhe kishte një korrespondencë shumë të mirë me Gjergj Fishten, një figurë emblematike kuptohet, edhe në shkrimet dhe në letrat shqipe, por edhe pse i takonte, do thotë, rendit franceskan, një franceskan religjioz i besimit katolik, kishte një korrespondencë. Bile vrasja ti ka qenë, mund të them, dhe është përshkruar edhe në mënyrë në shkrimet e tij si një humbje për tërë Shkodrën dhe jo vetëm për Shkodrën. Dhe kjo, mund të them, është ajo situata ku aleancat e tilla të krijuara në këtë kohë luajtën një rol jashtëzakonisht të madh. Shqipëria në përgjithësi ishte në situatë në vigjile, sepse perandoria osmane më tani kishte filluar të mbaroj, të shkatërrohej, dhe ju lutem ma sillni hartën e parë, dhe e tëra kjo flet shumë, nga se po qëse shiqohet ana e aspektit të shtrirjes në atë kohë të perandorisë osmane dhe territoret që në vitin 1912 vihet deri te sulmet dhe invazioni serb në territoret që nga Mitrovica, Vushtrria dhe Prishtina, që fillojnë të hinë trupat serbe dhe të bëjnë edhe masakra në gjithë vilajetin atë kohë të Kosovës, dhe këtë pjesë e cila ishte jashtëzakonisht strategjike dhe mburoje parë, mund të them, pas asaj që kishte ndodhur me shpërnguljen e Sanxhakut të Nishit apo të Muhaxherisë, sa asoj kohë të cilët më dhunë para Kongresit të Berlinit në vitet 1877. Do thotë kemi një dyndje dhe një shpërngulje jashtëzakonisht të madhe të shqiptarëve. Mos të harrojmë që në Sanxhakun e Nishit është edhe një Kosovë tërë. Dhe kjo, po që se shiqohet për një moment harta nga pjesa e Sanxhakut të Novi Pazarit, Plevje dhe Novi Varoshit dhe gjitha kjo pjesë e cila realisht në atë kohë, shifni në atë kohë Serbia ka qenë, do thotë, shtrirja saj, madhësia saj territoriale. Po që se, po flasë në aspektin hipotetik, po që se shqiptarët do të kishin një organizim të mirëfillt ushtarak dhe administrativ, do mundshin që këto territore dhe sot e kësaj dite të ishin pjesë e jonë. Por e gjitha kjo, do thotë, kjo pjesë e artës që tregon se shtrirja këtyre territoreve që kishin të bëjnë jo vetëm me pjesën veriore, apo dhe lindore,
por edhe me pjesën jugore në raport me Greqinë. Do thot komplet kjo shtrirja asaj kohe, ku de facto dominon të administrata osmane, kuptohet edhe me shqiptar, po të arrishin që të ruhen këto territore në këtë përbërje, do thot sot do kishim një gjendje krejt ma ndryshe. Por realisht kemi një situatë e cila flet qartas që vjen duke u të kurrur territoret tona në këtë fazë e cila mund të them ishte vendimtare edhe për të ardhmen. Që këto pasoja i vujmë edhe sot e kësaj dite. Do thotë krijimi i gjitha këtyre rrethonave me të cilat sidomos Serbia shfrytëzoi rastin dhe arrin që të okupoj dhe të hyjë në teritoret ku ishin në administrimin osman dhe kalon në Prishtinë, Mitrovic, Vushtrë, Prishtinë dhe depërton në pjesë të pastaj të rrafshit të Kosovës. Mirë po është interesant që edhe në luftën e dytë ballkanike në 1913 arrit të bëjë depërtimin dhe të vijë deri në Diber. Kjo është faza ku gjatë rrethimit të Shkodrës, serbët depërtojnë në Prizren, pastaj nga pjesa më vonë vije të Elbasani, kjo vije faza më vonshme, por faza parë për rrethimin e Shkodrës vije nga pjesa që do të thonë hyn në pjesë e Kukësit dhe arrin deri te Lezhë dhe Miloti. Dhe kjo është faza që ndihmojnë trupat malazeze të hynë në krye me princin Danilo dhe me ushtarakun Veshović. Do thot Kral Nikola urdhon që kjo pjesë të hyjë dhe të bëj sulme nga Taraboshi atje dhe nga pjesa që do thot që sot është kufini i Moriçanit. Dhe ky sulm, kjo dyndje 25.000-30.000 forcave malazeze kuptohet me ndihmën që hyn në pjesën juglindore, do thot që afrohen pastaj për depërtim edhe në të afrohen edhe Tiranës dhe për ta bërë depërtimin edhe në Durrës, meqense në atë kohë në Durrës kishte garnizon osman, i cili kërkohet nga Hasan Riza dhe Esat Pasha. Esat Pasha në atë kohë ishte ndihmës i Hasan Rizës për të forcuar nga një garnizon osman për forcimet e reja për në Shkodër. Mirë po më duket këta vinde i Teura Milotit dhe ato ka pengesa dhe nuk mund të depërtojnë, sepse do të kishte nevojë, do thot, kishte dikon 15.000 forcat mbrojtjes së Shkodrës, të cilat ishin mobile, do thot nga 5.000 ushtarë osman dhe 10.000 të rekrutuar shqiptar për ta mbrojtur Shkodrën. Është jashtëzakonisht interesante që vrasja që bëhet ndaj atentatit ndaj Hasan Rizës në një marrëveshje të brendshme në janarin e vitit 1913, ishte momenti vendimtar dhe kyç, mund të them, për rikthimin e tërë ngjarjes. Ka konspiracione të ndryshme që ka mujt me qenë komplet i bërë nga Esat Pashtoptani. Mirë po, kjo është detyrë historianëve të ulëmtojnë dhe të gjejnë dokumente apo fakte për këtë rast dhe do thotë para përgatitjen për atentatin ndaj Hasan Rizës, i cili realisht trupi i tij pastaj bartët dhe varroset në varrezat e komonëve, në varrezat muslimane të komonëve në qytetin e Shkodrës. Kjo situatë është jashtëzakonisht delikate. Dikon afër 200 ditë, 190 ditë është mbrojtur Shkodra nga sulmet e egra malazeze, me të cilat ka qenë dëme jashtëzakonisht të mëdha për qytetin e Shkodrës. Të dhënat historike tregojnë që ka mujt me qenë edhe një aleancë e të pakënaqurve nga brenda territorit shqiptar, nga viset e Malësisë, të cilat kanë mundur të kenë disa raste edhe ndoshta një bashkëpunim, sepse
ishte, mund të them, një sentiment i zhvilluar në aspektin religios në atë kohë ndaj Perandorisë Osmane. Dhe kjo ka bërë që të kenë agjenturat e veta edhe për brenda, dhe kështu që Shkodra, do thotë, arrin që dhe ka pas vdekje të shumta nga uria, nga vujtjet të cilat kanë përjetuar qyteti në përgjithësi dhe banorët në përgjithësi, pa marrë parasysh përkatësinë religjioze. Mirë po, pastaj me 25 prill fatkeqësisht trupat të cilat ishin regjimenti apo garnizoni, që në atë kohë, drejtën thonë, Hasan Riza ishte edhe vali, prefekti qytetit të Shkodrës në fjalorin e sotshëm. Arrin që trupat malazeze të futen Princi Danilo dhe kemi atë nënshkrimin dhe kapitullimin e Asat Pashtoptanit. Dhe në Rozafa fatkeqësisht ngritet flamuri malazez. Por e tëra kjo nuk zgjat shumë, nga se kuptohet insistimi i atyre forcave mund të thamë sidomos që kishin influencë në atë kohë në geopolitikën evropiane, ishte mbretëria austro-hungareze e cila luajti një rol kyç, mund të thamë në aspektin ndërkombëtar, italian po ashtu, të cilët kërkonin që me ndikimin e tyre edhe kulturor në një pjesë, se në atë kohë kuptohet që shënimet vinë nga burimet konzullore, konzullët në atë kohë kanë luajtur një rol jashtëzakonisht të madh për mbledhjen e fakteve dhe shënimeve që kishin të bënin me tërë aktivitetin në të cilën zhvillohet në atë kohë, qoftë luftrat apo edhe qoftë të gjithë atë strategjinë të cilat vendet fqinje në atë kohë dëshironin të glabretin teritorit shqiptare. Do thotë, roli i Austro-Hungarisë në atë kohë ka qenë, mund të thëmë, jashtëzakonisht i rëndësishëm për të kërkuar, nga se kuptohet që Rusia, Perandoria ruse ende në atë kohë, para revolucionit tetorit, do thotë, kishte një proks, një përkraje, forcat edhe të Serbisë asaj kohë, por edhe të Malit të Zi, të cilat kishin përkraje ndërkombëtare nga ana e Rusisë. Mirë po insistimi, do thotë, i Austro-Hungarisë në atë kohë, dhe qëndresa heroike, mund të thamë, e trupave të mbrojtjes në Shkodër, në krye me Hasan Rizën, ishin ata që janë faktorët kyç dhe vendimtarë që Shkodra mbeti dhe është territor shqiptar. Kjo bie deri te konkludimi që ka qenë debatet të ashpra rreth asaj që ma vonë është bërë një koncesion në aspektin e influencës e këtyre fuqive, qoftë atyre angle, britanike, gjermane të asoj kohë dhe franceze po ashtu, por pat në ndikim dhe propozimi austro-hungarez, i mbretërisë austro-hungarisë dhe italisë pranohet dhe kështu që detyrohen forcat malazeze të alshojnë Shkodrën dhe të vendoset një protektorat fillimisht, që ishte më rëndësi kryesore që trupat malazeze, me qenë se në këtë kohë malazezët me insistimin dhe informacionet e diplomacisë ruse të asaj kohe kërkohet që të bëhet tërheqja e këtyre trupave. Dhe mendoj që kjo është e tëra, nuk ka zgjatë shumë ajo që kanë dëshiruar dhe planifikuar trupat malazeze, por largimi tyre krijon një kaos, bile pazari vjetër digjet nga malazezët dhe çdo gjë plaçkitet dhe digjet në Shkodër pas tërheqjes së tyre. Humbjet ishin jashtëzakonisht të mëdha, por edhe forcat malazeze ishin me humbje, kishin humbje
jashtëzakonisht e konsiderueshme, sepse rezistenca ishte jashtëzakonisht e madhe, se kishte të bëj me mund të them struktura ushtarake të garnizonit osman, të cilët ishin të përgatitur në aspektin mund të them profesional. Kjo tëra tregon që është bërë pastaj një koncesion rreth asaj që të lëshohet Shkodra dhe pastaj të jipet Gjakova, të bëhet ai koncesioni, ai lëshimi që të jipet Serbisë. Njerë është planifikuar që të jipet Malit të Zi, dhe më vonë kuptohet që depërtimi pastaj lufta e dytë ballkanike e 13-s, depërtimin edhe në pjesët e Maqedonisë, do thotë kemi hyrjen e trupave serbe deri në Elbasan. Kjo tëra tregon kompleksitetin që do thotë edhe vështirësitë edhe për shpalljen e pavarësisë 28 nëntorit. Do thotë misioni i Ismail Qemajlit, Ismail Qemajl Beu Lorës, kishte një mision i cili do thotë në atë marshutën e vetë që nga Austria, Italia, do thotë kishte jashtëzakonisht atë problematikën rreth asaj se a do shpallet në Vlorë, në Durrës, trupat serbëve që ishin aty. Tirana kuptohet merr formën e një kryeqyteti pak më vonë, pas Kongresit të Lushnjës, dhe gjitha kjo tregon atë brishësinë dhe situatën jashtëzakonisht të rëndë kaotike të territoreve shqiptare në përgjithësi, por edhe të Shqipërisë së sotshme, të territorit të sotshëm që kishte në atë kohë me ambicjet dhe aspiratat ekspansioniste të fqinjve. Në këtë drejtim do të kuptuar që politika e Italisë kishte për qëllim një lloj protektorati, ta vendosën spakun në Shqipërinë e Mesme, sidomos nga Vlora dhe Durrësi. Por e tëra kjo arriti dhe u kurrizua me shpalljen e 28 nëntorit mbështetësisë së Shqipërisë, e cila realisht është vullosur në konferencën e Versailles, në konferencën e Parisit dhe ndryshe në quhet edhe konferenca e Versailles, që ka filluar në vitin 1918 dhe ka zgjatur deri në fund të vitit 1920, me përjashtim të asaj që ka qenë një traktat dhe një marrëveshje edhe për formimin e lidhjes së kombëve të asaj kohe në janar të vitit 1920. Dhe mund të them rol vendimtar në këtë pikë ka pasur presidenti amerikan, Woodrow Wilson, i cili ka kërkuar që Shqipëria e pranuar kufit në konferencën ambasadore në Londër të merr formën faktike dhe formën e njohjes si shtet me të drejta dhe tër mbrojtjen e sovranitetit dhe njohjen e integritetit të këtyre kufive, edhe pse të cunguar, do thotë kontributi i presidentit amerikan në atë kohë në konferencën e Versailles ka qenë, mund të them, jashtëzakonisht jetik. Dhe e tëra kjo ka bërë që Shqipëria pastaj të jetë edhe antare lidhjes së kombeve, të formuar në vitin 1920, dhe konturat do thotë edhe të njohjeve ndërkombëtare të Shqipërisë fillojnë të forcohen, edhe pse pastaj situata tjera që vinë me proceset e brendshme në Shqipëri patën ndikim të madh për shkak të përçarjeve dhe fragmentimeve të shumta që vije periudha pastaj e zogut, divergjencat me Fanolin dhe gjitha këto. Të mos harrojmë që në konferencën e Versailles kishim delegacione të cilat realisht përbënin një zyrtare e qeverisë së Durrësit dhe të tjerat kishum kuptohet një delegacion që ishte nga Vatra me në krye Fanolin dhe faj Kokonicën. Do thot një numër e delegacioneve të cilat ishin ose me dërgim të memorandume, pastaj kemi memorandumin jashtëzakonisht interesant Hoxha Kadri Prishtinës, Komiteti për mbrojtjen e
e Kosovës, i cili së bashku, mund të thëmë, me Bedri Pejanin, pastaj Sali Butken dhe Ibrahim Dallalen, të gjithë këta ishin të Komitetit për Mbrojtjen e Kosovës, sepse trojet shqiptare në atë kohë në pjesën e Kosovës, të Maqedonisë, të Malit të Zi, ishin mbetur jashtë teritorit dhe njohës së shtetit shqiptar de facto të asaj kohe. Ka pasur ndikim, do thotë, pastaj mund të them që edhe fuqitë e mëdha, sepse në këtë kohë mes periudhës së konferencës së Versajit, e cila vjen në mund të them në fundin e luftës së parë botërore, e cila fillon që në 14-ën me atentatin në Sarajevo të Gavrilo Principit ndaj Ferdinandit Dukës Austro-Hungarez. Dhe kjo realisht gjatë këtij, mund të them, 8 vjeçari, kishëm situata me cilat Shqipëria dhe shqiptarët pësuan, mund të them, goditjen më të rëndë nga tërheqja perandorisë osmane dhe shkatrimi i kësaj perandorie. Damet ishin jashtëzakonisht të mëdha për ne shqiptarët, të cilat mund të them që edhe sot e kësaj dite kemi pjesë me përjashtim të asaj që arritëm me shpalljen e pavarësisë së Kosovës, së shtetit më të ri, mund të them, në kontinent, dhe por prap pjesë të tjera, sidomos të jugut në veri të Greqisë, pjesa Qamerisë, mbeti ende edhe sot e kësaj dite është pjesë jashtrungut, pjesa, mund të them, dikun gjysma teritorit të Maqedonisë së sotshme, kuptohet pjesë të Preshevës, Medvexhës dhe Bujanovcit, dhe pjesë që nga Ulqini, Tivari dhe pjesë të Plavë dhe Guci, deri te Podgorica, që kishin qenë territore të cilat ishin të banuara me shqiptarë dhe ato mbetën jashtë trungut të Shqipërisë. Kjo do thotë që ka një rëndësi të madhe kjo forme gjeopolitikës të këtij 8 vjeçari që është kruciale për zhvillimet e matutjeshme. Nuk e kam zgjedhur rastësisht këtë temë, sepse ka të bëjë me atë se gjeopolitika, strategjia e fuqisë, mund të them, të shqiptarëve në atë kohë, nga ajo që nishin si lider dhe udhëhec televizjeve kombëtare të asaj kohe, por pa me dyshje është e rëndësishme të thuhet që kapacitetet ushtarake dhe uniteti në vendosjen e administratës në ato vende ku kanë sunduar dhe ku kanë pasur, do thotë, ndikim, ka qenë pak, mund të them, një neglizhencë apo një dobësi, sepse edhe pas shkurjes së perandorisë osmane Shkupi ka qenë në duart e shqiptarëve, po pse s'është vendosur administratë dhe të krijohet konturat e tilla, edhe pse kuptohet që aleanca e vendeve ballkanike, slave të asaj periudhe, por edhe të Greqisë, kishin apetite për grabitjen e këtyre territoreve dhe mund të them drejtën që ata kanë arritur qëllime që të pushtojnë Kosovën, të kenë pjesën e verive të Greqisë së sotshme në kontroll dhe apetitet e tyre për të hyrë edhe në pjesë tjera të territorit të Shqipërisë. Maqedonia po ashtu, them drejtën, i gjithë ky konstelacion i kësaj situate në këto vite kur kemi, do të thotë, 2 luftra ballkanike, një luftë e parë botërore që udhëz këtu nga Ballkani, tregon fragilitetin e tërë dhe kompleksitetin e tërë kësaj situate dhe momentumit ku ishim ne shqiptarët. E veçanta e gjithë kësaj situate dhe geopolitike që ne nuk kem mundur ta përballojmë, apo nuk kem nuhatur me kohë, kuptohet zhvillimi industrial i asaj kohës, nuk mund të flitet, do thotë, me një ekonomi jashtëzakonisht të dopt apo fare hiç, me një shkallë të lartë të analfabetizmit, përçarjeve që kanë qenë, do thotë,
përmes infiltrimeve të agenturave të ndryshme, qoftë ndonjëherë edhe konfesionale, por edhe krajinore, kanë bërë që gjitha kjo situatë shkurja perandorisë osmane në këtë kohë ka gjetur shqiptarët në momentumin më të vështirë. Dhe kjo pastaj ka pas pasojat për zhvillimet të ardhshme në decenjet dhe mund të thëmë në tërë shekullin e 20. Është me rëndësi të cekët që të gjitha këto situata tregojnë atë aktivitetin dhe momentin që shqiptarët kanë arritur të kenë për interesat, sepse kuptohet që Austro-Hungaria në atë kohë dhe Italia qëllim kishin zvoglimin apo dobësimin në minimum të interesave ruse në Ballkan dhe kuptohet pengimin e rusëve për të dalur në detin Adriatik, në urat e nxehta. Dhe kjo ishte me interes, sidomos për Austro-Hungarinë që Serbia mos të dele bregdet. Dhe njëra ndër, mund të thëmë, arsyet ka qenë që shqiptarët të përfitojnë nga kjo lëvizje taktike dhe geostrategjike e Austro-Hungarisë, që pastaj të krijohet mundësia dhe të hapet rrugë që të ndihmohet ajo çka ishte më rëndësi, sepse planet dhe projektet e Serbisë ishin të mahershme. Kuptohet në qertania 1844-ës kishte një projekt, një skic, plan. Në qertani do thot kjo, Ilia Garshaninit, i cili konceptin e tillë zhvillimit dhe përhapjes së territoreve, konturat e tilla i merr edhe gjatë kohës së perandorisë osmane, që do thot kanë punuar me projekte dhe plane konkrete për zgjerimin e territoreve dhe ndikimin e tyre. Pastaj vjen periudha e 1936-37 e Vasa Çubrilovićit me atë pamfletin e tij Shpërngulja e Arnautëve, që e quaj, me të cilën kërkohet që të bëhet depërtimi, zgjerimi Serbisë në pjesë jugore edhe në Maqedoni, por sidomos në Kosovë dhe në Shqipëri. Projektet e tilla kanë qenë edhe të Molovićit, këshilltarit të Draža Mihajlovićit, në 1945, një jurist i cili ka formuar edhe një platformë të tillë për zgjerimin e territoreve dhe kryesisht në këtë koncept edhe Çubriloviçi kanë pasur në platformën e tyre zgjerimin dhe marrjen edhe të pjesës veriore të Shqipërisë. Dhe kjo me formulën arritjes së përçarjes së shqiptarëve. Njëra ndër to ka qenë edhe futja e konfrontimit dhe mundësisht përleshjes së shqiptarëve në baza religjioze dhe fetare, që edhe sot kjo pikë është aktuale atyre, që tentojnë të fusin hibrid të tillë, televizeve të tilla për të përçarë shqiptarët, të cilën tradicionalisht burren që 3 konfesionet, ai shumicë musliman dhe pakicat e krishterë ortodokse dhe katolike kanë jetuar në harmoni, dhe kjo formë e tillë ka qenë pikësynim edhe i elaborateve që nga Načertania, projekti famkeqi Vasa Çubrilovićit, Molovićit, pastaj Rankovićit, marrëveshja për shpërnguljen e shqiptarëve të vitit 1953, de facto kanë krijuar kontura të tilla që shqiptarët mundësisht të ju lejohet në përkatësinë e tyre etnike të lajmërohen dhe të regjistrohen si turq. Dhe kjo ka bërë që në aspektin etnik është jashtëzakonisht mund ta them pa tolerueshme, sepse turqët në etnikum janë diçka tjetër, në shqiptarët janë tjetër. Dhe tëra kjo ka zhvilluar, mund të them, atë aktivitetin e kësaj periudhe, pastaj me 1966 me Brionët, me plenumin e Brionëve, shkarkimi i Rankovićit që bëhet nga Titoja në atë kohë.
merr fund kjo periudhë, edhe vujtjet e shqiptarëve që kanë mësuar edhe gjatë kësaj periudhe, sidomos goditja e tyre ka qenë platformë, marrja tokave, burgosja, dhuna psikologjike dhe fizike dhe një terror jashtëzakonisht i rand, i cili është realizuar me projekte thash që nga Garashanini, Načrtania e Xheri në 1986 me platformën dhe memorandumin e Akademisë Shkencave dhe Artet të Serbisë. Do thotë edhe në këtë periudhë, pastaj që ka qenë platformë dhe bazament për marrjen e autonomisë të asaj kohe të Kosovës në 1989 dhe gjitha ajo platformë ka shërbyer që Miloševiqi të merr gjithë atë ofenzivë dhe të vazhdoj dhe të shtoj terrorin në Kosovë, ku të gjitha këto kanë qenë apetite për ajo çka kanë menduar dhe planifikuar nuk është realizuar në Kosovë dhe fatkeqësisht me organizimin qoftë lëvizjes së rezistencës paqësore, por kulminacioni ka qenë dalja në skenë e ushtrisë qendrore të Kosovës dhe organizimi luftarak i saj dhe kuptohet alianca dhe një diplomacie mençure asaj kohe që ka lidhur çështjen e Kosovës me perëndimin. Dola në vijat gjata te aspekti asaj që ndërlidhet me periudhën e viteve 1912-1920 që e ka një bazament të mahershëm për glabrimin dhe zvoglimin e territoreve shqiptare, mundësisht i gjithë koncepti i slavëve të, sidomos flas për Serbinë, Malin e Zi dhe Greqinë, ka qenë, do thotë, mundësisht një Shqipëri e vogël, një Shqipëri që të jetë nën mbikëqyrjen apo protektorat me cilin do thotë vazhdohet, pastaj periudha nga viti 1920 ato momentumet kur me revolucionin e qershorit të 1920, revolucionin demokratik të Nolit, bëhet rrëzimi i pushtetit të Ahmet Zogut dhe ikja e tij në mbretërinë atëhershme serbokrate slovene dhe pastaj kthimi përmes Pashiqit dhe ndihmës që u ka dhënë për të kthyer prapë, do thotë nuk ka zgjatur dikon as 5 muaj ai pushtet i Nolit, i cili dorë në zemër nuk ka pas ndoshta ndonjë për kohën, jo që ka qenë njeri mund të them erudit, por mendoj që kjo periudhë ju mbetet historianëve, por po flas në konceptin asaj gjeopolitike, se ku dhe kush ishin influencuesit apo faktorët për të ruajtur një Shqipëri në të cilën sot ne mburremi, por jo në atë çka ke mundur të jem dhe ku ke mundur të kem territoret dhe vija e asaj shqiptarisë, e cila nuk e thash rastisht me hartën e tillë të krijuar, e cila rrin nga Sanxhaku i Nishit e deri te pjesë të, mund të them, të Maqedonisë Lindore, do ishte një Shqipëri jashtëzakonisht stabile dhe e fuqishme, forcë respektuese dhe jashtëzakonisht mund të them ekuilibruese për kohën në të cilën jetojmë sot, por edhe ekuilibrat mund të them gjeopolitik dhe gjeostrategjik edhe në këtë pjesë, jo vetëm të Ballkanit, por të Evropës juglindore. Konturat për të ndihmuar një Shqipëri të sotshme që të lindet dhe të mbahet, kryesisht kanë qenë, domethënë, ato momentet, sepse Shkodra do ishte pika kulminante dhe kthesa jo vetëm për pjesën jo vetëm si qytet, por për të gjithë veriun e Shqipërisë do të ishte pika e kthesës dhe paramendone që në atë kohë Shkodra të ishte nën dhe të mirë dhe të japet Malit të Zi, si do dukej harta e Shqipërisë sotshme. Do thotë, ne duhet të ndihmë për derë gjithë atyre burrave dhe grave që dhanë kontributin për mbrojtjen e Shkodrës. Është një datë që besoj që historianët
tek ne duhet ta studiojnë dhe ta gjurmojnë, sepse ka një rëndësi jashtëzakonisht e madhe. Dhe mendoj që ata që e anashkalojnë këtë ngjarje kanë gabim, nga se duhet pranohet, faktet janë të tilla që për nder duhet të dim një komandanti një valije të asoj kohë siç ishte Hasan Riza, i cili edhe dha jetën në radhë dëshmor për Shkodrën dhe për shqiptarinë. Dhe mendoj që kemi për borxh ta cekim këtë, ta them këtë, por në aspektin ndërkombëtar dhe ndikimin e diplomacisë asoj kohë evropiane, në ndikim të veçantë pat Austro-Hungaria, por edhe Italia ka qenë kontribuese me qëllim, sepse Italia ka pas apetite çdo herë që Shqipërinë ta ketë, pastaj u paja me 1939 me politikën e Mussolinit që Shqipëria të jetë bile ata syrin kamnuar në Vlorë dhe në Durrës, që të jetë protektorat i Italisë. Por sidoqoftë si ngjarje në aspektin, mund të them, gjeopolitik, diplomatik, një aleancë e tillë e cila ka kontribuar që territori i njohur pastaj në konferencën e Londrës me kufit të Shqipërisë të asaj kohe, që pastaj vulosën, kuptohet, në konferencën e Versailles, rol kyç kanë luajtur për atë kohë këto dy fuqi. Mos të harrojmë që lidhja, konferenca e Versailles apo e Parisit në atë kohë ka shkatruar ja 4 perandori. Perandorinë, kuptohet, prusianët të mbretit Wilhelm, pastaj austro-hungareze, perandorinë osmane dhe perandorinë cariste ruse. Dhe kjo tëra tregon që rëndësia e kësaj periudhe ka qenë jashtëzakonisht e madhe për tërë gjeopolitikën në Evropë, por edhe matutje, por më rëndësishme, mund të them fatkeqe, ka qenë për fatin tonë, që ka qenë një cungim jashtëzakonisht i madh i territoreve dhe psimi, mund të them, i cili na ka kushtuar për një shekull e tutje për të ardhur, që edhe sot langojmë nga këto pasoja. Për atë është e rëndësishme këto vite, kjo periudhë, mund të them, 1912, 1920, që u vulosën fatet, mund të them, një shekullore për aspiratat tona, të cilat fatkeqësisht edhe sot e kësaj dite mbeten jo plotësisht e realizuara, por kjo e tëra ka të bëjë me pozicionin, influencat, aleancat me të cilat janë krijuar në kushtet rrethanat asoj kohe. Do thotë, ramja perandorisë osmane ka krijuar problemet e tilla që disa grabitçar dhe politika hegemoniste kanë shfrytzuar në këtë moment dhe kanë grabitur territoret, ndërsa për ne ka qenë një humbje e cila nuk mund të riparohet edhe aq lehtë edhe sot e kësaj dite. Të nderuar miq, kjo ishte për sot në ciklin e dytë. Do shihim, besoj, në emisionin e radhës, gjithsesi në javën e ardhshme, çdo të premte gjeopolitik me Lutfi Bilalin. Ju faleminderit shumë dhe kaloni mirë, shëndet dhe gjithat mirat në familjet e juaja.